Miqtë e mi, përshëndetje. Ky është emisioni Fol dhe unë jam Erion Skëndaj. Ju tani më e dini, ne shkojmë kudo në Shqipëri ku ka zëra qytetarë që duan të flasin hapur, pa filtra, pa censur. Duan të flasin për hallet dhe problemet e tyre. Ato probleme që i shqetësojnë çdo ditë e më shumë dhe që po i detyrojnë shqiptarët të largohen nga Shqipëria. Ne sot jemi rikthyer në Kurdari, hambari i Matit, në zonën më prodhuese të Klosit dhe të Burrelit, ku të paktën prej 8 muaj zhvillohet një betejë, një luftë për jetë vdekje, sepse po u merret uji banorëve. Banorët kanë larguar kompaninë që po ndërton hecin në këtë zonë, kompaninë Doma, sepse sipas tyre uji, rrëkeja, proji i lusës që është i vetmi burim jete për ta, po merret dhe po futet në tub. Dhe nga ky moment, thon banorët, nëse futet në tub, mbaron jeta në një zonë kaq të bukur ku do duhet kishte vetëm bujtina. Shkoj sa bukur. Perl. Si në Zvicër. Çka ka Zvicra më shumë? Ka thënë kryeministri në daljet e tij. Dhe është e vërtet që çfarë ka Zvicra më shumë? Nuk ka asgjë më shumë. Përveç faktit se ka drejtues përgjeshëm që nuk firmosin hece që marrin ujin dhe zhdukin gjelbërimin. Këto nuk i themi ne, i thon banorët. Ne do flasim sërish me banorët, kjo është hera e tretë që vim Kurdari, sepse situata është bërë kritike në ditët e fundit. Banorë, faleminderit sërish që jeni me mua. Si quhen, papë? Luftim Qiliku. Sa vjeç je? Bashkëfshatari këtyre njerëzve që sheftu edhe 100 herë më shumë të tjerë. Po. Jam 83 vjeç. Po, ba. Kam drejtu këtë fshat bujqësin këtu 30 e sa vite. Mbaj pak lutem. Ju njerë u falenderoj ju si televizion, që keni lënë hallet tjera dhe keni ardhur këtu që janë halën e Kurdarisë. Faleminderit. Kurdaria si shtë dhe vetë është hamari i rrethit të Matit. Hamari i rrethit të Matit. Me 3000 hektar tokë prodhuese. Çka kam më Berti? Po. Nuk e lejon era. Shikoj e pak atje. Telefoni nuk e gjen gjë. Mirë, mbyll atë kamerën, po ashtu kalojmë vetëm me një kamerë. Kemi çfarë? Miq që kërkoj shumë ndjes për shkak të shiut, u desh të ndërprisnim me misionin aty ku kishim nisur. Sepse ne ndodhemi në Kurdari, ishim terren të hapur, siç i bëjmë gjithmonë emisionet. Ne i bëjmë emisionet pa çati. Ne i bëjmë emisionet gjumë me popullin. Paktën të dëgjojmë zërin e tyre të drejt për drejt, pa filtra, pa censur, pa komente, pa analizë, pa ato studiot me zbukurime, me leduolle. Ndaj vim popull dhe këto gjëra janë parashikueshme. Pra shiut nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Ama ne nuk ikim nga Kurdaria pa dëgjuar zërin e banorëve. Kjo është hera e tretë që vim Kurdari, sepse ata kanë një hall të madh, pra banorët. Po u merret uji, po u merret jeta. Shikoni, ky burimi shkarkohet në liqen. Jemi në dimër. Shiko sa pak ujë ka liqeni. Ky liqeni do duhet të përballoj gjithë verën. Tu nuk e dim nëse do mbushet ky liqen këtë vit. Po i thot vetëm se i thon ti mund të fillësh taj. Pra çfarë do të vetë. Banor, faleminderit edhe sërish ndjes për atë ndërprerje. Po çfarë pak mos flas shumë këtu ulit. Si të duash, si ta kesh. Edhe një herë u falenderoj për pjesëmarrjen tuaj këtu. Faleminderit. Shumë që keni ardhur janë një hall tepër serioz me bashkëtarët e Kurdarisë. Kurdaria është një Zvicër e vogël brenda rrethit të Matit. Me gjithë këtë ujë që ju shikoni, edhe 500 litër që shkojnë ato vazallit nga kujdesi i pakët i qytetarëve që se kanë kthyer akoma. Unë thash quhem Luftim Qiliku, punova dhe drejtu në Kurdari për 30 e sa vite. Ke qenë agronom? Ke qenë agronom, po? Agronom, një kohë dhe brigadier. Po? 8 vjetë kam punu në Institutin e Tokëve të Tiranës, marrëve shkencë. Kam marrë edhe këtu të gjithë analizat e tokëve të Kurdarisë i kam në dosjet veçantë. Pra Kurdaria thash, është perle e rrethit të Matit. Ne kemi prodhuar në shumë vite edhe për para, po edhe sot sepse ka është privatizuar. 12.000 kuintar drithra buke nga Kurdaria. Kurdaria është furnizduese kryesor
e fruta perimin rreth Elmatit. 70% e qytetit Borrelit furnizohet nga Kurdaria. Përse të bëni pyetje ju kështu, të tjerët nuk punojnë? Për arsye në edhe kohën e kooperativë bujqësore, të gjithë fshatrat e qarkut Kurdaria ka furnizuar me bukë. Sepse toka jonë kishte ujë, ato s'kishin ujë. Gurrat, Darjani, Masukulli, të fshatrat përreth. Pra ky uji bën diferencën. Ky shkaktari kryesor Që ju jeni diferencon Kurdarin e qun tamam si perle rreth Elmatit. e kuptoj. Tashti mas kaq vitesh, këtij populli punëtor, këtij populli shumë krenar, sepse jetojnë në Kurdari e morë. Me tepër kulturë, që ka 8 muaj që rrinë rrugave, 200-300 punëtorë që rrinë, njerëz që punojnë privat, rrinë mas firmës doma, pa kriju asnjë problem shtetit, asnjë problem firmës, as me sha, absolutisht, as me ofendu. Vetëm të mos e lajnë që të mori ujtë e të shoj haram atje ku duhet qujtë. Pra, këto njerëz në vend që të falenderon, për kundrazi, lejohet nga organet përkasi që të vi edhe çdo javë, apo çdo ditë konflikt të shumë javës, dele dhe provokon njerëzit tonë, Pra vinë këtu ata, a? vinë këtu ato, me punëtorët, me fadromat që i kanë atje. Dhe ju bëni roje. Ne e bëjmë roje, po si i bëjmë roje, u lutem shumë. Prandaj falenderoj shumë bashkëtarët e mi. Janë tregu qytetarë të denjë, janë tregu shqiptarë me tradita. Nuk i kanë prek, absolutisht, si kanë sha, vetëm shumë kanë thonë shkoni, se ne jetën japim, ujtë nuk e japim. Në që se japim ujtë do të thotë, nga 1000 familje që janë sot, llogarit në ju, zotëri. Me 5 banor, i takon 5000 banor që ngelen pa bukë. Atëhere, qeveria lartë që u ka dhënë, ato që u ka dhënë firmat, duhet të mori masa 1000 familje ku të t'i qojnë, që se mërë në ujë. Që kjo është basa jetik. Ore mirë 1000 familje, po do ngelesh dhe pa prodhim. Pikërisht. Se, Po atëre kjo- se 1000 familje po i sjell në Tirana, i e zëm. Duhet ta Po menoni. prodhimin. Kjo kthehet në një Sahara të dy, tamam sikur të jemi në Afrikën e Jugut e mërë. Komplet tha gjithë shka që sheh këtu. Po të vish në kohën e Vaditës këtu, Po? shatra tjera të dëgjash, tamam si kjo, ky betoni këtu, Kurdaria e gjerë prume kudo. E kuptoj. Kurdaria me prodhim. Ore Kurdaria thash, kam dëgjuar një pretendim të këtij pronarit, ne e marrim në mes fshatit, ne nuk e prekim fshatin. Si është e vërteta? absolutisht nuk është kështu e vërteta. E vërteta është kjo. Është fatkeqësi që ai ka marrë në mënyrë tepër negative kontraband, firmën e dikujt pushtetarëve që ka drejtuar para 4-5 vjetësh, edhe me ato pa bu asnjë dëgjes publike, absolutisht. Vetëm dje 300 veta kanë qenë nga ky fshat atje, kërkoshin dëgjes publike nga organet përkatëse. Absolutisht nuk përgjigjeshin. Pse? Ai ka në gjak hajdutrin. Zotnin, po u tregoj diçka tjetër si më i vjetri këtu Po. fshatit. Si mundet sot që ka 35 vite që shumica apo tham 100% ka më pronë nga veta. Ta përvokojsh këtë fshat se krijohet një luftë civile. Po. Me qenë që ato të firmës nuk ja dolen, e morë vesh, kishin morë nga larg njerëz me precedent penal. 4 veta në makinë këtu provokun, falë këtyne njerëzve që nuk i lanë, falë këtyne që shef këtu, po edhe qina tjerë që nuk kanë këtu. Çka kanë thjell të fortë? Të fort pa tjetër. Sa që njeri nga ne, nuk e di është e djali këtu, u godit që liro rrugën e morëves se ne të shkojmë ke puna e firmës. Prap këj popull, se ne na vrau si Kurdari, jo si person, ishim gjithë Kurdari aty, 200-300 veta. Kjo ndodhi para ca ditësh që erdhi me të fortë? 3 ditësh. Që erdhi me të fortë? Po. Po policia çfarë bënte policia? Ai ishte aty. Si ishte policia? U përplas aty direkt? Policia, erdi policia, drejt duhet me thanë, s'kam pësaj maj sekret, erdi me vëles. Losi këtu është 5-6 km, 7 km. Për 2 orë të mos vinjet këtu, kur ka ndodhur diçka mes Çfarë thua? këtyne fshatarëve që do të kishin shku në i djali i ri. Ne kemi një leje ndërtimi dhe po e zbatojmë. Kena has në vështirësi me banorët. Kena pas përplasje fizike, kërcënime nga më të ndryshme. Në shtate diçka kanë shku punojësit kanë tjerë dhe më kanë njoftu që ne
Kemi dëgju një krisëm së arme. Skavatori është morë dhunshëm dhe është nxjerr në qendër Kurdari. Kërkojnë ndihmën e policisë shtetit dhe gjithë instancave shtetërore, si deputetëve të zonës, të vinë të sqarojnë banorët ku merr ujin firma, KCN firma. Sa i firmës, për fatin e keq, kemi të bëjmë me njeri krejt pa përgjegjshëm. Të marrësh njerëz të huj, njerëz që kanë dalë nga burgjet, e ti bishtu, atëherë e vetëm se s'ka shku në burgën e Borrelis, atje e në ato me president të madh penal, të bjeri dhe ato edhe në Kurdarit shpallet një luftë civile. A ka më turp për këtë shtet, për këto që drejtojnë? Mëre, për ato që ka dhënë firmë, fatkeqësi e madhe. Mëre veshti, dhe i këtu shkoj puna, zotëri. Kështu që u lutëm edhe atyne të Kurdarisë. Ka në një që i pëjndorë parë zeza e marrëvesh mund tjetë shqit, edhe është bashku me këto. Të kthejnë në krahun e këtyne njerëzve, shkëlqyshëm. Të kthejnë në krahun e Kurdarisë. Kurdaria dorëzoi malin e Barxhajt, ne kemi malin e Barxhajt. Po, ai vend i bukur atje, e di se kanë bërë 2 emisione, është vend perl. Mushkëria rrethit matit e morën këto lloj firmës edhe dronin e Barxhajt e çun e tregton. Po dronin e po me minera e po piun çka kanë gjithçka, një katastrofë. Masakër kanë bërë. Kanë paca pamje. Gjithat pysh që kishim droni i Arniut që është droni shekullor që rron, të gjithë e morën. Po kanë mbetur sa bukuri atje. Atje është bukur. Ju zotëri këtë punë. Na morën dhe ujë. Çfarë do bëjmë ne? Ja shtrohet pyetje çfarë do bëjmë? Me kë do hajmë? Me kë do vritemi? Se brezat do të na dënojnë brezat ato që vinë. Ato që vinë do na nxjerrin nga varret e na djegin. Nëse ne lejojmë sot ujë shkoj atje. Si monet, 1000 familje. Ku do të shkojë shteti? Ku do të shkojë këto njerëz? Edhe sikur. Ato të Korbetit ka vazhdu të vinë, se e dinë që toket e tyne japin prodhim. Edhe nga Korbeti... Po kthehen shqiptar nga Korbeti. Po ku shkojnë? Ne që jemi këtu duhet hikim. Keni dhe ato kullat e bukra të gurit, ja atje është. Sa vjeçare është aja? Duhet jetë shumë... Faleminderit që jeni lish me ambientin e Kurdarisë. Shumë faleminderit. Po kemi qenë këtu, e kemi qenë gurlure, gjithë ky vend është i bukur mo. Ja ju qegi bashkë qytetar me ne. Se qegi lidh me hallën e këtij populli. Shumë faleminderit. Faleminderit bab. Kuloj radhën edhe këtyne. Çfarë do bëhet bab? Unë o bëj thirrje pushtetarët paktën këtu. Ja ne s'kemi këtu disa kryetari, po s'kemi kryetarin e komunës. Kur mushet ai disheni shkret? Ai don 4 muaj të mushet me ujë. Në kotën maksimale, 4 muaj. Atëre kur mushet? S'ka asnjë lloj kujdesi. Para 4-5 ditësh kanë dalë një 10-15 fshatar këtu, kanë paguar edhe disa punëtorë të tjerë, dhe që vjeta mushi shteti. Kjo është detyrimi shtetëror. Se ujë tash Po pse nuk mbushet? Çfarë pengon? Çfarë pengon? E pengon sepse s'ka pushtet. Lasim drejt. S'ka, pra duhen hap kanalet asi, duhen kanali po duhet pastru kanali. Pra duhet hap kanali, duhet pastru që të vijë ujë më shumë. Kanali prej atje ku po don me mor ky domi, firma domi famoz. Jo domi, se njëri zonjar ishte ai. Prej atje duhet hap kanali që të vijë ujë këtu. S'ka njerëz, s'ka. Sa buxhet duhet? Pra po më thuaj që ju të dy luftoni për të njëjtën vijë, për të njëjtën prurje. Pra o e merr kompania, o e merr ju. Ju jeni njëra do të dalë. Në fijet perit. Ose ta morim ne ta braktisim këtë vend, na pri para që vini ku të ndashoj, ose ta mori ai me 2 megawatt që ka atë centrali që do të bëjë atje, fatkeqësi e madhe kjo. E më reveshti që akoma edhe në vende tjera mileti rruhen për këto punë. Kështu që u lutemi shumë, shoni e zorin ton sa mundësi të keni deri në altë, t'i bënat kjo padrejtësi Kurdarisë. Unë si më i vjetë për thëmë që duke bëhë thyrje tine, ndoshta mund të bënat edhe ne katastrofë, që është turpi botës, në mallin tanë, njeri tjetri të bëj ligjin. Ç'a katastrofë më ba? Ç'a të bëjmë? Katastrofë se ja, si no, po të morish njerëz nga burgu, t'i bish tu, do të thotë se kemi në terror. Ale jo të kjo film të shqetit, prapë punoj tu. Si ka kështu, kur jo? A i denoncut në polici që erdi me të fort, që kërcenuan. Policia këtu i panë ato, hikën, për i Shkodrë kështë e mori i buri botës, për i Shkodrë kështë e mori, njerës, edhe një djarë torin të që i kemi bëhë thirjet, thejet me ne, bëjnë 20 sa vite burgë e mërë dhe shtej, edhe ishte bashku më ato, i kemi bëhë thirjet që thejet me ne,
thejt me vëllezërit e vetë, se kjo është e pamundme. Deri këtu ka arrit puna. Pra kjo është një firmë kriminale. Nuk mund t'i thosh firmë që punon. Pa i thot mua ma ka dhënë lejen kryeministri. Pikërisht, e ka dhënë lejë kështu si që kanë morë të gjithë. Ju jeni në brëndësi të qeshës politike. Mos film kështu. Morë vesh të i. Firmat pa i morim pa dëgjes publike, që është në ligjë dëgjesa publike. Vetëm kur vjen ai, edhe më poshtë gjithë këtë popull, thot, Na e kam pa qartë. nështroj. Na e kam qartë. Kjo është e palitë. Pra është cënuar themeli i demokracisë dëgjesa publike. Pa tjetër, zotëri. Të dëgjohet populli. Themeli i demokracisë është cëno interesi këtyne edhe i brezave që vinë, do të në malkojnë. Pse ne lejuam të bëhat këtë Tani, ajo dëgjes, sepse është bërë një dëgjes me 15 firma, apo jo? Të lutem shumë. Është bërë Ku një janë dëgjes, 15 firma, ku janë 500 firma? po pra, 500 firma janë. pra, më shumë ka mu në emision, se sa ka pas dëgjes. E, brava. Le në emision e parë, se në emision e parë kam pas 100 veta, Jo po. më shumë, po 50 herë më tepër. Këto janë as 1% e njerëzve. E po, Besojet, leti thirim do to. vim prap me në qofë se ne urojmë që të zgjidhet. Faleminderit. Faleminderit, që ne kemi. Këtu ke për 30 minuta këtu ke 200 vetë. Ja. Edhe ne po thonë më në ligjit se na ka thënë që është në ligj. Po me që është në ligj dëgjesa publike, ja ku është populli. Le djeri, ne nuk e vrasim. Vjeri këtu çfarë thot? Atëherë, i bëjmë një ftesë zotërisë. Ne nuk kemi gjë me zotërin, as me biznesin. Po. Por në qoftë se biznesi bie në kundërshtim me popullin, ne jemi me popullin, si emision fol. I bëjmë thirrje zotërisë të vi bujrum në emision e radhës, ballë për ballë me banorët, ai t'jap faktet e veta, banorët japin. Dhe të bëjmë një dëgjes transparente publike. Dhe të kuptojmë kush është populli dhe kush janë ata që kanë firmosur. Bravo, të lëngoj. Faleminderit juve. Jo, zotërin. Faleminderit bab. T'ja kalojmë dhe zotrinve tjerë. Ja, Po. këti. Po. Faleminderit që kemi ardhur këtu në Kudari. Faleminderit ju. Populli i Kudarisë ka 8 muaj që përballet me këtë firmë. Kemi qenë pajisoj dhe do t'jemi pajisoj. Po. Kur të shkelet e drejta morale, ti ke ardhur si kushtues. Unë nuk kom marrë atje ku ka biznesin e vetë, ti shkojnë biznes atje që ta Me kuptoj. artajnë biznesin tonë. Me kuptoj. Me të vërtet ligjit thotë që pyet janë shtetërore dhe ujrat janë shtetërore. Po. Po këta janë për komunitetin. Pra, unë nuk e është, edhe sepse shteti thotë, burimet e eurore dhe di unë që janë. Po mirë ti e tip, po ki komunitet, para 2 vjetës, po këtu është bë ertë një firmë tjetër për të bërë dëgjes publike, kemi qenë për 200-300 vetë. Po, ka qenë ajo Muceli? Muceku. 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 Që e larguat. Por tenton ki Muceku, ki Muceku të bëj hidrocentrale. Tani, Pse nuk është largu përfundimisht ai? Zonë, Ajo është i zezë pas ti. nuk e di. Tani, talon. Qenë Verduqi, një gazetar, shumë i nderuar. Po, ish kolegu im ke Ish kolegu jot. Edhe mori një intervistë këtë firmës, do. Po. Ai tha 1000 metra poshtë nivelit të marrjes veprës unë. Ne jemi poshtë veprës marrjes ujtit të fshatit rreth 600-700 metra apo 1000 metra, se nuk e di fikse. Ne marrim ujtin te ure e kapit 100 metra më lartë. Po 1000 metra, 1 kilometër është aty ku ka pas kavatorët. Tani do të na tregoj vendet e Kurdarisë se ku 1000 metra, ka 500 metra. Ti vet. Pra, ai nuk po thot vërtetën. Tani kjo firma fantazmë të zotëri nuk ka ardhur një inxhinier projektues që të thotë këtu kontratat gjitha gjëra as ku nuk ka kontratë, as nuk. Kjo hije e pushtetarëve që së fshefin dorën në zotëri. Do me thënë, po jo, e ka një leje ai firmosur nga Kush e ka? kryeministri. Nga e ka? Nga Belinda Balluku dhe Edi Rama. Belinda Balluku, po çka ta boja që ke Belinda se zotu që partije. Nuk kam marrë, nuk kam vila, unë kam bukë me hangër. E të më tregoj mua jo firmën këtu në Kurdari, a i Kurdari e të e bo një fushat. E mori votat, po i dha dhe firmët. Kështu nuk bëhet pushtetit. Kështu nuk bëhet së shteti, sot e shef. Gjithë kjo Kurdari e perle rrethit matë. Ka pas 3500 familje si njësi vendore. Sot po hikin, po zhduken. Ke mall një fëmijë, një gocë, një nusë, një tjetër, nuk rritë të babi këtu. Pse?
Sepse këtu nuk ka arsim, nuk ka shëndetësi, nuk ka kulturë, nuk ka asnjë gjë. Është Po katru. pse më ju kanë lënë pa shëndetësi e pa arsim? Por shëndeti është një mjek përballon dy njësi vendore. Dy njësi, një mjet. Dy njësi dy vendore. komuna, dy ish komuna. Po, dy njësi. Ai mjek çfarë të bëj shkreti? Ai bë po përpiqet. Po çfarë? Shkoni në spitalin e Burrelit, s'ka as mjek as drejt as bir. Ka qenë një kirurg, ka del pension, ka ngel një tjetër, s'ka anestezist për të bëu. Pra, ky vend e shkatrur. Tani po na shkatron me një aeromoli. Kjo do të jetë më katastrofa. Po, paketa e male. Paketa e male. Ju nuk e dini... Kush ka hyrë si firm, kush ka mërë si firm, çfarë bëhet, çfarë... Ju nuk e dini fare këtë Fare. Këtu nuk ja pa informacion as bashki, nuk ja informacion as qeveri, as Gjakim Ngel, rëje not. Tu asi nej bomba atomike që ai Irani atje po përpiqet, edhe këtu si bomba atomike. Dhe kur ta shohësh skavatorët, erdhën skavatorët. Faleminderit shumë, Faleminderit. Ti çfarë do bësh kur vinë eskavatorët sërish? Unë si ku më bë për herë. Do të dalë në rrugë, jo dhunë, a nërse do përgjitim me dhunë banorëve, në dhunë nuk do t'ja vapë. Dhunën ja kemi lënë firmën. Pra, reciprocitet. Po u soll mirë, do silleni mirë. Po u soll me dhunë. Patjetër. E qartë. Faleminderit. Po. Maj, këtë s'është çik më i mirë. Një përshëndetje, faleminderit që keni ardhur këtu në Kurdari për të bërë një emision, për të na ndihmu për të ardhur krahnesh. Faleminderit juve që flisni. Faktet tona janë të vështira, na ka 8 muaj që luftojmë me firmën dëma. Le çfarë thotë ai ku e merr ujtë ai dhe ku e çu ujtë ai, Kurdaria është e varur vetëm nga rezervuaret, sepse burimet e rrjedhshme i ka ujit i pishëm. Ne kemi 3 rezervuare në Badjaj dhe një këtu. Që ju furnizoni me ujë lagni vetëm nga rezervuaret, sepse ujë të rrjedhshëm nuk ka më. Nuk ka më. Pra ne firma e di këtë punë, që s'ka ujë të rrjedhshëm më, sepse ne po mos mushum që këtë rezervuar ne kemi dalë në thatë. Po mirë, më shpjegon dot tani ky duket qartasi që është nën kuot. Pak rëndësi ka si tani ky nuk është mbushur në dimër, po në verë. Kjo është fajori, nuk është faj firmës kjo. Jo, po në verë si është gjendja. Po moshki ka dalë fare Kurdari. Fare. Tash ti sa më kam pa ca pamje, ne kemi ardhur 2 momente këtu që kemi filmuar. E di. Në një moment kishte ujë. Po. Në një moment tjetër ishte gati i tharë. Po. I kemi të 2 pamje, do t'i vendosim njëra mbi tjetrën për të krijuar. Më kupto. Ai do me lidh kontratë ku imagjinote aty është që të lidhi kontratë me ne për 3 muaj ujë. Në e shef 4 muaj do të shky më mush, 4 muaj. Do të shky rezervuar më mush me atë ujë në aty proj. Pra, 4 muaj. E 3, 7. E 1 muaj e 2 Kurdaria se 2 vadisi, që është 2 vaditën hutra, qep, pras, sepse në mësra Shqipër një javë 2 vaditën, ne nuk përshku me morë le firmës, amona në një vjare ujë, e 2 vadisi. Ki ujë ka qenë den babaden aty në pru, dhe i ka shërbek këti komuniteti. Pra ne, unë përshënes të gjithë këta që na kontribuojnë në këtë drejtë tonë. Dhe më thanë, dhe këtë liçenin e keni bërë me kontribut vullnetar. Jo, këtë qenë ka bërë parti punës. A është bërë sistemi? Po. Vullnetar ka qenë, po. Kontribut vullnetar është ky ujë që sheh. Aha. Se bashkia është 0. Nëse a pse këtë ujë, domethënë gjithçka mirëmbajtje, çdo gjë? Po shkojmë kontribut vullnetar, këtij ujë në rezervat. E kuptoj. Këto janë problemet tona. Faleminderit shumë për ju. Ju përshëndes. Faleminderit. Rrosh. Faleminderit. Si quaj va? Ramazan Troci, Suç. Ai nga shtat, po, patjetër. Edhe atje impaktohesh shumë nga një. Po, i njëjti ujë. Në Kurdari është problem shqetësues i 7 fshatrave që përballohet nga ky ujë natyral që na ka fal Zoti në liqet e Balxhajt. Fal kontributit ton si punojës, si banor të këtij fshati edhe gjithë fshatrave, pra që më lejnë, se këtu janë shumë pak njerëz sot, është e di se kemi qenë në emisionin e radhës. Se për situata të tjera ka pas shumë më shumë, ka qenë të gjithë pothuajse. Këtu po bëhet një masakër e pa parë, po të thush se gjithë se kush që hallin e vet, po ne themi në shkallë republike. Është një padrejtësi e pa parë. Për të vetëm në arsye se
ky popull plus prodhimet që merr fal Zotit nga ky ujë që me kontributin ton punojmë i madh dhe i vogël, fëmijë, gra, pleq, të ri, të mobilizuar për të siguruar bukën e gojës, ne po trahtohemi nga një firmë jo e mirë, nuk po e themin kriminele, as me ngjyra politike, por një firmë e pa kombinueshme me këtë komunitet. Me kuptoj. Tani, Zona filla e këtij projekti e dim zanafillën se kur ka filluar. E dim gjithë historikun. Në 2017. E dim historikun që më pastaj u rinovua leja e tjetra. U rinovua leja, meti fakultative deri në zgjedhjet e vitit 2025. Po, u morën vota. U morën votat. Filloi puna mas vota. Po, pra e kuptojmë shumë qartë të gjithë dinamikën. Tani problemi themeltar i kësaj firme që ndeshet për ditë me këtë popull të Kurdarisë të mrekullueshëm është mosmarrveshja e firmës me këtë komunitet. Tani, kjo mosmarrveshje po shkon në luftë. Po. Dhe zotria tha qartë që po të mos vini ne të moshuarit të rinjt mund ishin konfliktuar me armë. Një sekond. Kjo firmë e pa denjë, e pa përgjithshme për këtë popull, komunitet, nuk ka për t'i arrit atij qëllimi që don ai me grupe të ndryshme, grupe kriminale, po themi ne, që ne bjen për ditë, vetë nuk duket fare këtu. A nuk ka ardhur, këtë do të pyesja. Vetë personi ka ardhur një herë këtu? Vetë personi i firmës nuk ka ardhur absolutisht bjerë punëtore, orë pa orë, kohë pa kohë, ne jemi të gatshëm për ta mbrojtur drejtën tonë, t'ja ve vetes menën kohë, se këtu në Kurdari nuk ka për t'i arrit atij qëllimi që t'na mori pikën e ujit, sepse këtu shkatërrohet një popull i tërë me 1250 hektar tokë buke bujqësore prodhuese, që tha zotria, që është pra hambar i rrethit matit. Edhe janë 5.000-6.000 frymë që morin edhe ujë të pishëm, edhe këtu mbaron çdo gjë. Po baktia, ka mbet më bakti? Bakti ka sa dush. Sa kokë bakti ka të fshati? Që ngele se dato ngele bap? Tani nuk i kemi statistik, por janë normale. Janë të gjithë familjarët të pajisë me bujqësi edhe blegtori. Ka edhe blegtori sa dush. Ajo eliminohet. Tani, vjen pyetja për të furnizuar liçenin që është i qonë për shërbimin e popullit tonë. Tani, llogarit sa kohë do që ky liçen të mushet me këtë ujë që është shifni vetë, i një prezent vetë, në një kohë që merr 600.000 metër kub ujë, edhe me këtë sasi ujë që është shifni vetë ju, sa kohë do të mushet. Se vetëm këtë shofun, vetëm këtë burim, ka në një tjetër? Po, asnjë vend tjetër s'ka burim. Vetëm ky është, i vetëmi. Rrjedha vetme, jeta juaj. Edhe ky ujë fal gjithë banorëve që me kontributin e vet. Pas një lëndime e merr nga ai prej lusës edhe e bjen këtu. Për ta konsumuar gjatë verës. Ndërkohë që ju paguni taks toke, taks prodhimi, jemi taksitar shumë të rregullt, me shtetin nuk kemi asnjë lloj presje. Jemi të detyruar ligjet e shtetit, mos i thyejmë ligjet e shtetit. Ti përgjigjemi çfarë do të konë ne. O babe, unë to i di. Ajo që unë skuptoj është ti paguan, nuk të kthehet në shërbim. A ka një shpjegim pse? Në shërbim është vetëm pretendimi i firmës që do me mor ujë. Firma nuk është shërbim tëndi, është shërbim firmës. Është shërbim vetin. Ore ju, ku e ndjeni ju dorën e shtetit, se deri tani më ke thënë vetëm çka ke bërë ti si qytetar. Çka kemi bën, na kemi hallin tonë. Shteti dhe institucionet duhet vënë dorë. Mos japi prioritet një firme me 5 vetë që të pasurojnë edhe të dëmtohet një fshat i tërë. E kuptoj. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. E shikoni edhe vetë, situata është e tensionuar. I keni parë pamjet ku banorët ndalojnë, fadroma ndalojnë skripin që të shkojë dhe të vazhdoj punën për të ndërtuar hecin, sepse e thonë qartë
u mor uji, u mor jeta. Me njerë mbas publicitetit. Mi se mi rikthemi, jemi me banorët e Kurdaris, një nga krahinat më pjellore në Shqipëri, të paktën zonave kodrinor malore. Dhe këtu, kjo krahin mban me produkte bio, burrelin, matin, dhe jo vetëm vinë deri në Tiranë. Tani, kësaj krahine, po i merret uji, i vetmi prua, i vetmi rëkesh, shkatandis në rëkesa as pruas nuk mund quhet më, është proji i lusës. Si që thamë banorën nga vitin vit, prurjet kanë rënë. Ky liçen që shikoni pas krave të mi, i ndërtuar në kohë të diktaturës, është e vetmja shpresë për ta. Pra mbushet ky liçen do 4 muaj. Sot jemi në mars, liçeni është në gjysmë, pra nuk është i mbushur, duket me sy të lirë. Si të quajnë ba? Abet Kuleni. Sa vjeç je? 76. Me çfarë profesioni? Tani në pension besoj. Agronom. Agronom. Pra ti di shumë mirë sa ky ujë është jetik. Di. Tani qoftë bashkia apo njësia administrative duhet të synojnë në rritjen e mirëqenies së popullit, jo në varfërimin e popullit. Mirë po, format se si janë... Ja ju lutem, ta dëgjojmë. Lutem. Format se si janë ashtu nuk e di, por që du të them që ndigjes publike këtu nuk është ba. Kapaciteti i ujit ka ardhur gjithnjë duke u zvogluar, sepse ujit e ruajnë pishat, drurët frutor, liçejt që kemi pas në Baldjaj, ato janë prish. Liçejt shumë janë prish. Kanë qenë të veshur me llamarin peshe. I kanë vjedhur. Po nese për ata, nuk na ka ashtu. A kanë qenë bazenet, kanë qenë të mveshur? Po, kanë qenë të veshur me llamarin peshe, të trash. Që të mos që mos të rrjedhin. Mos u mbas. Mos të rrjedhin. Që rezervat dimrore të gruposhin atje. Përfundimisht ato i kanë prish, tani shteti duhet synoj që t'i rregulloj ato e të na shtoj kapacitetin e ujit, jo me ne e mor këtë sasi. Megjithatë, duhet të them që pavarësisht se si, ndigjes publike nuk është bërë. Të vi firma, të mlidhet populli, ose të bëhet me referendum, bashkia të organizoj referendum, edhe po e mori me referendum, linë të mori. Amo, pa referendum, këtu nuk ka punë. Ndesh luajnë për gjykata, ndesh luajnë gjykatë kushtetuese, ndesh kush dej. Ku të duhet? Po ta bëjmë me referendum, linë të mori, i paftajrit. Po pa referendum, këtu nuk e merr. Edhe sikur t'japi gjykata kushtetuese. Më merr me ija që populli nuk ka për ta. Po ku ka vajt puna tani në gjykata? Ne, deri në gjykatë kushtetuese. Ka shku puna. Ai nuk e pret gjykatë kushtetuese. Procesi vazhdon në gjykatë. Gjykata shpreh, gjykata ka punën të veta, ne kemi punën tonë. Gjykata kushtetuese e kemi prit që për të vërtetu vitet e kooperativës me ka 8-9 vjet. Kurse ai nuk e pret, gjykata në apel. Duhet ta ndërpresi. Edhe të presim vendimin e gjykatës. Apel. Ai nuk e pret. Gjykatës së apelit. Pra nuk ka marrë formë të prerë në gjykatë. Nuk ka marrë formë. Ai hy në mënyrë endacake, po, shkon dhe vazhdon punë. Këto atëre nuk e lajnë në mënyrë paqësore, demokratike, nuk janë zonë me ta, nuk janë desh. Ai bo provokime. Duke organizu njerëz, ku e di se si, ne nuk kemi bë kontroll. Por kapaciteti i ujit është që ke lagje këtu në Kurdari, që me zorë ato uq një copë kopsht, ke rajnin. I thamë pjesa e rajnë matam. Ai atje, ai s'ka ujë fare, ha? Ai me zorë të uq i 500 metra kopsht. Ke kurqilën, po ashtu. Ke pjesë kujtimi e disa fshatra, që me zorë janë të majtë kopshtin, me këtë kapacitet ujë. Po mos jetë kilqeni, është i vdek komplet, tu e poshtë. I vdek. Direkt nga lumi nuk e se marri, me rrjetet lirë nuk ka. Nuk ka. Ka maru. Ne përdërim këta poshtë, këtu e poshtë,
e këthej mujt e gjallë lartë për të vadit këto lagje që janë të. E kuptoj. Po, pra, pa mush këto, ne imi të marru. E qartë, kam shumë qartë. Faleminderit. Faleminderit. Orte lutëm t'i shtoj diçka. Po. Që 8 muaj ditë, nga 150-200 punëtorë, dami ekonomik që u shkaktohet të njerëz që kanë qenë mas firmës doma, është mbi 300.000 euro. Nësëm 400 që ka lënë Pra, punë. lën punë, lën jetën, lën hallet, lën çdo gjë, bëjnë roje. Ja, si sot, po thujse për ditë, bëjnë roje. Kush u jep të hanë fëmijëve të tyne? Gjithë kjo, mbi 300.000 euro, po thamë t'i bim lapsit për punën e këtyne, dam ekonomik këtyne. E qartë. Përveç kësaj, këto nuk po kërkojnë, paktën kjo më jetika është kjo që thamë. Faleminderit ju shumë. Faleminderit. Si quajnë, zotëri? Si quajnë? Apo s'do flasësh? Si quajnë? Recep Kuleni. Po, Recep. Bon 8 muaj që banorë janë stres. Po je vetëm banorë, për edhe fëmijët e shkollës. Një ditë që u nisëm për protest, një fëmijë në klasën e 4 më thonë, gjysh ku po shkon? Në protest, do na marrë doma, pra edhe ke fëmija është fut stresi. Pra po jetojnë në panik, në panik edhe fëmija. Ne i kemi folë edhe herë tjera. Dihet se uji është jeta, është frimarje. Pa ujë nuk jetohet. Nuk lejnë gjumë njerëzit. Sa i vjen orar par orar. Pra, dikur, kur vite një mik, thirrte, o i zoti i shtëpisë. Po. Dilte kë një pjesëtar i familjes së familjari, bujrum. Po e krahasoj me domën. Ai vjen pa pyet dhe futet shevra zjedhje. Nuk kemi ditë gjë kur ka fillu atje punimet. Pastaj u zgjon njerëzit me lagje, me kryepleqe, me gjithë, dhe ne arritëm që atë ta zbrasim disa herë. Por nuk bëhet gjithmonë me luftë. Kjo duhet zgjidhet tamam një herë mirë. Por e parinë e fshatit edhe të komunës, e i keni më me vete? Sepse ju i keni pas në gjithë protestat. Po, bide një gjë e mirë është se edhe ata firmëtarë që kanë firmos, pero sot janë bashku gjithë banorëve. Pra kush ka firmos, sa firma ishin atëherë? Atëherë kanë qenë 13 firma. 13 firma pro. Edhe ato sot janë me banorët e Kurdarisë. Pra është kjo një gjë shumë mirë që Kurdaria është unike. Është unike, gjithë bashkë. Pavarësisht se ai ka përdorur gjitha format me përça nuk arriti dot. E kuptoj. Nuk arriti dot. Tani, si vajti fati i gjyqit? Me 16 dorë. Po. Unë kam marrë pjesë në 4 seanca. Po. Në 3 seanca nuk u kuptu se kush fliste. Relatori e kishte fik mikrofonin. Nuk e ngjoshe. Bija bëjmë shenjë asaj avokatës. Kurse ditën e marrjes vendimit, faktikisht ajo ra ngushtë. Se 2 gjyqtarë, sidomos njëri nga në majtë atij që shoh, ai mbrojti me fanatizëm Kurdarin, jo se e mbrojti me ligj. E kuptoj. Sepse aty doli se dëgjesa publike nuk ka. Doli në gjyq, fakti që nuk ka. Doli. Aha. Për çështjen doma është bërë një dëgjesë publike një këtu. Kanë firmos 631 banor. Ajo e madhja fare që Po, e kemi pamje. Edhe në ato momente ky e lam të flasi se të thoshin nuk në lejnë, edhe nuk i pëlqeu kjo dëgjesa reale. Hiku. Pasi të bëni filloi të manipuloj njerëzit. Pasi vjen sepse pasi e ka rrallë Muceku. A ditë ku ishtë Muceku këtu, u detyru. E detyru në banorët, ti s'ke punë Kurdari. Po, që është ai debati ai debati me atë shumë. Ai deklaroi, me zallë dhe figurë, nuk vi në Kurdari. Por nuk e majnë lafin ata. Ai përsa të avancoj doma, pastaj atë e ke këtu. Me gjithate, populli Kurdarisë, ujtë e Kurdarisë nuk ka dom e tom që ta marrë. Së është jeta. Pas jush, po i vjen radha dhe buqizës. A kështu shkokje po. Do lënë një prua këta që të rrjet normalisht. Tani,
sa e thot nuk I bëj dom atje. Aje s'poston mbi një 30 metra, lagësi s'poston ata rrële lusës. S'ka ujë. Aty ngorin gjallësat. 3 muj ujë, kurdaria vadit 9 muj ujë, I duhen 9 muj. Tani kjo, a bëhet me tub? Po me tub, Me tub, do futet në Atë tub. prishet, E sa kilometra tub? 4 kilometra. 4 kilometra tokë e vdekur. Tokë Tokë e djegur. Tokë e djegur. Pra, ai ka bollogrit për vete, jo për popullin. Por edhe ne jemi të vendos. Por e mirë, sa I mund bëj çfarë do lloj gjë, se është në drejt vet, thotë unë, kështu e mendoa, kështu e bëra. Ata që I dhanë firmën e vulën, Kjo është morë në 2018, me ka qenë me 2018? 7-6, 2018. 18 dhe është Jo më rifreskuar. në 19 veta, Po. si mas qefi. Po. Jo, flas kur shmarrin qeveria për E lekë. pra, që është në 2018, 2018 dhe Po, është rifreskuar 2025. 2025. Në mars mos gabon. Po, shu ke qenë. Pra ne jemi, Si do I vej fati? unë them që nga drejtësia nuk Që në presim fjallën e kemi pa kursim po, ne vetëm fjallën kemi. Unë I bëj thirrje drejtësisë, të futen në shinat e drejtësisë. Jo të maj se populli ka të drejtë. Po cilës drejtësi? Gjykata. Tani e kemi lecuar në gjykatën e apelit, shpresojmë se ato nuk do jenë si ato gjykatës parë. E kuptoj, mbaj mend që ju keni thënë do ta çojmë në SPAK. E mbaj mend si thoni që në fillim. Është dërguar kjo çështje në Jo, SPAK. në SPAK Nuk është dërguar. Nuk është dërguar. Deri në gjykatën e apelit. Në administrative gjithmonë, a? Po, Jo penale, Jo, penale. Nuk administrative. është penale, kjo E është qartë. administrative. E kuptoj. Kjo është situata. Kjo është situata. Ne falenderojmë gjithë mediat që e kanë pasqyruar gjithë problematikat, hallet e këtij populli. Po të mos jenë këto halle, si përkthehet kurdaria, si do bëhet kurdaria. E zëm se për një moment nuk kemi as minierat ato dëmet në Valgjaj dhe as ujë. Të hiqet ai mentaliteti. Po na morët ujt, dhe hikim të gjithë. As kush nuk ikën si ti. Edhe ata që kanë hik, këtu do të vinë. Se këtu e jeta. Pra, rikthehen të gjithë, po të zerohen hallet, Për mendimin tim, zerohen. do rikthehen. Zerohen. Pra, uji është baza. Pra natyra na ka dhënë ujin, tokën, qiellin, të gjitha I ka dhënë për të jetuar. Të gjitha të mira, të gjitha të mira. I ka dhënë. Sidomos kurdaria është shumë e privilegjuar nga natyra. Shumë e privilegjuar. Çdo vend ujë. Me kuptoj. Po I zjerë në të zdojit. Ti e konë vjen me mu që jam patra e le... Pse, ka ndodhur që I marrin në fusin brenda, a? Sa arrestuan herë në fundit? Që edhe ka qenë në fund. Por është doma që shkon, na kanë se ai dhunën e këto Po scenare. mirë, nuk mori asnjë nga pala tjetër, vetëm nga ju mori. Vetëm ne. Ju jeni Ai na këtu do të si thonë doma. Ne fajtor është ai. Do të fiki atje njerëzit e ndershëm. me qartë. Tani do të më thuash, bashkia ka ndryshuar pozicion, ku ndodhet bashkia? Në Unë këtë, kam një mendim se ky doma po? mbështetje popullore s'ka më. Nëse ka qenë ashtu 99% popull e fundit. Po. Po bën ç'është e mundës, si ka bën një shkresje, du një mbështetje nga bashkia, nga njësia, nga... Besoj se shpresat, si mas zonave, po I humbë dhe atje. Ai pra ne përdor këto, Pra, bashkia po kthehet me ju, po thua? deri tani, ajo kryesore është që mos të rinovohet kontrata. Besoj se pa dëgjes publike, ai dëgjes nga ka frikë. Kështu që ai kështu do të jetë sa ditë. Ha, pse vjen skadimi I kontratës, a? Si ato tani Për 10 ditë, pra këto 10 ditë janë vendimtare për ju, a? 10 ditë lufte, Luftë, qëndres, që mos rinovohet. mos rinovohet. Po kontratën do rinovoj bashkia. Bashkia pra. E ka në agjend bashkia rinovim kontrate këto ditë? E ka thani jemi me ju, Tani Ka nxjerrë në buletin, Jo. s'ka paralajmëruar. Nuk ka parë, nuk di. Po besoj se Gjepa një diçka është problem, një. Do ta kuptoj zotëria, të falem Po. që ka shumë inteligjent. Roni 100 vjet.
Faleminderit. Vendosi bashkia apo spaku apo këto. Ne jemi të vendos jetën të japim kujt jo. Edhe unë nuk më thirrje bashkë fshatarët mi Brezit të Ret. E janë i 10-15 veta të shtrimi përpara në rrugë të na shkeli Dami, firma Dami, që kështu i tham unë. Me kuptoj. Edhe nuk e dorëzoj. Drejt, duhet ta di qeveria dhe lart. Absolutisht. Ne të vjetrit të vdesim përpara. Po thuja kryeministrit ball për ball. Atëherë drejt nga kamera. Thuja kryeministrit, zoti kryeministër. Po ta kesh këtu te kamera. Çfarë do i thuash? Zoti kryeministër, të bëjmë thirrje ne të Brezit të Ret në emër të gjithë popullit të Kurdarisë, prej 5.000 banorësh. Hiqe firmën kënej se ne jetën e japim, edhe ujtë nuk e japim. Se në dënojnë brezat që vinë, ne edhe ju si qeveri. Faleminderit. Sa vjeç ishe bab? 83 vite. E ullu se s'kemi mbaruar, se do a bëjmë edhe një mbyllje. Po. Ju falenderoj, ne si banorë kërkojmë që shteti shqiptar mos të japi prioritet këtyre firmave fantazëm. E kuptoj. Që do të quajon, që populli të rri i qetë vendin e tij. Ti vetë si e siguroni jetën? Sigurimi i jetës time është bujqësi dhe blegtori. Aha. Po të merret ky ujë, bujqësia dhe blegtoria ka falimentu. E kuptoj. E qartë. Ne duam që bashkia dhe shteti shqiptar t'i japin mbështetje këtij populli, se nesër mas nesër ky populli do i duhet. E qartë. Për qeverisë. Tani, unë kam qenë edhe tek emisioni dytë dhe e kam ëndër që të shkoj shoh atje ke liçenet e Bajgjaj. Okej. Është si familja aty, del ajo, kaca pula, kaca dele, një vend i bukur. Fton një turist aty buz liçenit. Patjetër që është perl. Është një perl. Tani, unë do doja që ju të gjithë të kishit nga i bujtim. Ne po diskutojmë ujë. Faktikisht, ne si zonë, jena i zonë e mrekullueshme. Sa i përket Ka qenë dhe kolegja Alma Çupi, mos gabohem këtu. Ka bërë dhe ajo një dokumentar të bukur atje. Por ne duam më shumëti që bashkia dhe shteti shqiptar mos të japi prioritet këtyre firmave fantazëm. Pra ta anulloj po thua. Ta anulloj, mos të rinovohet më sepse këtij populli ka ardhur këtu më të hundës. E kuptoj. Sepse është 8 muaj, nuk është 8 ditë që ne po përballemi me këtë firmë. Na le rehat punë tona në hallet tona. Besoj që jam i kuptueshëm. E kuptoj. Ke qenë emigrim, ke qenë jo, unë gjithmonë jetën këtu kam bën. Se ke mendu kur tikësh? Tu kam dëshirë të rri gjithmonë. Qofse do na lë rehat, qofse do na lë rehat, do largohemi se nuk do vdesim. Sa fëmijë ke? 2. Ti kesh me jetë. Faleminderit. Edhe ata këtu. Këtu familjarisht jam këtu. Po e përjetojnë fëmijët këtë situatë? Me të drejtën, fëmijët i kam shumë të vegjël, po problema bëmë edhe për fëmijët e tjerë, duke po se si ka shku puna drejt sot, sepse kemi pas rapatje, me thënë drejtën, përballje, si do me thonë, sepse kështu i ka ardhur puna, me bë punën me zor. Se kështu ka ardhur gjithmonë. Pra ti shkon e punon mendjen e ke sigurisht që do vi këtu. Në moment që e kemi dëgjuar, do lësh punën. Po do lëm punën, do vi përballemi me këtë problem. Faleminderit. Ju faleminderit dhe juve që na keni mundësuar gjithmonë, na keni ardhur krah. Faleminderit. Po, çfarë kërkesa? Ne kisha këtu, me që ke ardhur ky emisioni, se bashkia Klosit nuk ja pas një lloj informacioni. Ti si gazetar, ke të dyrën të drejtën tonë që të futet në institucione shtetërore. Tani bashkia e ka thënë fjalën e vet që fillim lidhur me procedurat që do të ndjeki për ridhënien e licencës. Po, e kuptoj. Mesat ju ligji nuk e lejon bashkisë të japi licencë, sepse licencë ka Ministria e Infrastrukturës dhe Mjedisë. Çete bashkia, shiko tani. Ka kullotat dhe pjesën e pyetjeve. Po nuk jep asnjë lloj informacioni po për nul. Po pra, tani. Ti për ta mbyllë sa më mirë këtë program, e kuptoj. Ti shko dhe merr një informacion dhe pasqyroje. Unë do shkoj do kërkoj informacion zyrtar, por duhet të dini një gjë. Që ju keni një kryetar komune, keni edhe një kryeplak fshati apo disa kryeplak. Nuk e di se ku janë. Dhe ata kanë qenë me ju në dy emisionet e tjera. Nuk e di se ku janë, nuk ka pasur një. Dhe ata janë dhe në vendimarrje madje, sepse nëse unë shkoj, ata thonë
ke kohë 10 ditë, siç ka në afatet. Pra nuk të japim informacion, siç e ka ligji për drejtën për informim, do presësh 10 ditë. 10 ditë pune, iku, sepse 10 ditë mund të merret vendimi dhe ky emision del të premten. Ti zotëri, a kupto që këtu nuk ka shkallë pushtetit vendor, nuk ka antar lagji, nuk ka kryeplak, i kryeplak Po këtu ti keni pas ju në atë protestë. Janë pushuar nga puna, nuk janë dorëheq. Janë të emru, kush është emru, në nuk e di. Sharti aktualisht. Se hoqë në kryeplakun edhe kryetarin e njësisë? Njëri sot e ka hekë kryetarin e njësisë, sepse ka shkoka atrati klape. Tjetëri sot kryeplaku nuk është i njës, janë të komandu, nuk janë të emru, nuk i kemi zjedhë. Okej, dakord. Ne do ta kërkojmë informacionin bashki. Por mundësia për të devijuar nga bashkia ekziston sepse ne gjithmonë zoti gazetar, nuk di çfarë bë bashkia o zotëri, se nuk kam frikë as bashkinë, në të drejtën time, vetëm zoti që është sipër, nuk ofendoj njëri, nuk shaj njëri, unë grekun kam pronar që punoj jetoj. Tu në shtetin shqiptar nuk formos as nuk bën 10 qendar. Vetëm kratë e mia. E kuptoj. Nuk kam frikë asnjë. Kur shkel drejtat e mia nuk e kam frikë. A ku shkel drejtat e saj unë nuk mund të zaj. Në qartë. Ky Rexhepi është morë me këtë institucionin shtetit. Po. Edhe ky s'ka informacion mas akomun. E kuptoj. Pra, ti si gazetar, është e drejta jote se ne sa japë informacionin. Jo, unë e di po ata shihen pas afateve. Se kur zhvillohet qelli bashkia, se kur do presësh 10 ditë për përgjigje. 10 ditë mbaroj, se për 10 ditë diskutohet. Për 10 ditë do të drejtohesh. Okej. E qartë, faleminderit. Të nderuar miq, ne do shkojmë edhe tek bashkia. Do kërkojmë edhe atje informacion, sepse kjo është gazetaria. Miqtë e emisionit Folë si kundër tham, ne erdhëm dhe trokitëm deri në bashkisë Klosit. Kërkuam takim me kryetarin e bashkisë. A e dini çfarë na thanë? Kryetari është e zënë, ka mbledhje, nuk ka kohë. Por ju na i lini me shkrim pyetjet që do të bëni. Po. Kryetaria është në mbledhje dhe nuk pjesë se sa më të zgjas. Po për çfarë lloj problematikash apo pyetjesh që ke, unë pjesë të zyra në ndales në shkrim, po unë do të pyet. Ndërkohë që ne kërkojmë informacion sepse njerëzit atje janë në fije të perit, mund edhe të ketë ngjarje të rënda dhe përplasje fizike, që mund të ketë edhe humbje jete. Ndërkohë në bashki na thonë, nuk kemi kohë. Na i lini pyetje sepse do t'ju asjellim. A thua se ky emision është i shkruar, nuk është transmetim televiziv. Por ne jemi media, ne jemi televizion, ne flasim përmes fjalës që pasqyrohet në kamera dhe jo me pyetje të shkruara, sonja kryetare.